Përshëndetje të dashur teleshikues, mirë se erdhët në emisionin Kos Tek Tok. Sot në Kos Tek Tok kemi kënaqësi të mirpresim Dardan Ahmetin, një emër të njohur në fushën e telekomunikacionit me mbi 18 vjet përvojë pune në këtë sektor. Dardani ka udhëhequr disa projekte në fushën e telekomunikacionit dhe është një ndër emrat më të njohur në këtë fushë. Përveç kësaj, në anën profesionale, Dardani e njoh edhe personalisht dhe kam mik. Mirë se erdhe Dardan. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi me të pasur në studio. Gjithashtu. Dardan, fillimisht pyetja e parë që i bëj të ftuar është se si ka filluar jeta jote të marrë me ICT. Okay. Realisht Ismail, mu i më thonë që kom fillu shumë herët me më marë ose mu interesu faktikisht për ICT, për teknologji informative në përgjithësi. Më thonë që kontakt jam i parë, kështu me thonë me kompjutera ka qenë me konzola praktikisht, me këto tipat që njën se tash normal, në ditë sotit janë ma të njoftona për shembull Sony, është ai që ka primatin, po ma përpara na jena marrë ma shumë me Nintendo që u kon atku, mas asaj diçka që u kon ma e parafort me PC-n u kon Commodore ose Commodore 64 mandej. Ai u kon kontakt jam i parë, ndërsa kështu kontakti i parë me PC u kon vitin 99. Masi kemi i ka shtu prej luftës si gjithë tjertë, Maqedoni kontakti parë me një laborator kompjuterik, edhe aty paka shumë i me thonë që i ku marrë hapat e parë dhe interesimin e parë, adin, për mu fillu ma shumë në këtë drejtime. Kum po që është diçka që po më intrigan, diçka që po më pëlqen, edhe normal që në atë kohë veç u folë edhe u përfolë që ka më kohë në ardhme, adin, nuk u diskutu që kompjuterat kanë më kohë diçka e të ardhmes, edhe për mu u kohë shumë e letë, mandi që me vazhdu për asaj, nuk ka pas dëshim ose këthim rapa. Interesant, Dardan, ti më këtë regu edhe ke fillu me shpëndarë të internetin për një periudhë, ha? Po, ka qenë një periudhë kohore, ku ne kemi punu edhe me shpëndarë të internetit. Në Kosovë, interesimi për internet ka qenë shumë i hershëm. Ka qenë shumë i hershëm e faktikisht ka mungu, me thonë, ajo oferta e mirëfillt. Kër po thëmë oferta e mirëfillt, po du me thonë që nuk ka pas shumë të shta operator, shumë të konsolidum, ka pas, sigurisht, kanë egzistu operator që egzistu në edhe sët, disa tjerë normal janë kyqë ma vonë, po u konë një treg i hapun, për shkak që ka pas shumë kërkes, ka pas shumë interesim. Unë këta ma shumë të ja atribëj, si pas eksperiencës teme personale, një bonus ekstra për mërgatën tonë, për shkak që kërkesa për me folë me ta, për më ndëgju, e ma vonë edhe mu pa me ta, ka rritë kërkesën për internet. Se interneti asaj kohë nuk është interneti që njohim na sot, ose interneti që na e përdorim sot, po atër kryesisht është përdorur për një komunikim të thjesht, një email, një chat të thjesht, edhe kryesisht ata që kanë pas mundësinë, edhe po tham luksin atko me komuniku me kamerë, edhe mu pa me ata të afërmit e vetë, nanën, babën, djalin, vajzën që kanë pas në gurbet. Më thonë, kjo u kun, unë menoj që kjo kun ai mekanizmi që ka shty penetrimin e internetit në Kosovë me të madhe, kjo kërkesë dhe kjo nevoj që mi zvoglu këto largësi. Besoj, ala vazhdon kjo trend? Tash vazhdon, tash kjo, teknologjia informative më ndio bu një bazament i fort për zhvillimin e Kosovës. Rinia jonë sot janë shumica 90% të kyqën shumë mirë, edhe shumë mirë njohin teknologjinë informative, edhe besoj që kjo ka kontribu ku një bazë e mirë, një bazë e fort në fillimin mbarë. Po, ti pastaj vazhdove me punë në ministri dhe në 2007 fillove me një kompani telekomunikacionet. E vërtet, po. Une, du më thonë, paralel me këtë punën që këmë bu kështët si entuziast, që këmë baza vullnetare me ato investimeve të anage, që e kena bu një rjetë modest, që kemi pasë në klidhën dikon 100 diçka klient, du më thonë, që në për banesa ndryshme, shpija ndryshme, du më nuk një rjetë, mu i me thonë, është primitiv, po që ka funksionu. E të njëjtë në gonë këmë punu edhe në ministri, po normal gjithmonë të kërku ma shumë, e këmë po një konkurs që ka hap IPCO në atë kohë e pa të fitu licencën për telefoni mobile, ka qenë në vitin 2007, edhe pre asaj kohë, mas një konkursi që pa të aplikone, edhe mas normal proceseve të mranshme të IPCO-s, ata më pa të më pranu në punë, më pa të në caktu në një pozit, që edhe së dhe kësaj dite e vazhdojt, është normal me krejt tjetër vizion edhe krejt tjetër rëthana, po si do qoftë ka qenë një mundësi e artë për mua dhe një sanë shumë i mirë. Dardi,
Po të quajt Dardi. Dardan. Fillimisht deshta me folë në aspektin e përgjithshëm të zhvillimit të fushës së telekomunikacionit. Ka mundësi me na dhoni një farë kronologjie të zhvillimit prej 2G-s deri në 5G tash ku jemi. Do të thonë na kur kemi fillu zbashku se tash po kalojmë edhe pak në plan personal, si një fëmijë kur kemi fillu bashkë atëherë do të thonë na krejt çka kemi ditë ka qenë 2G-ja. 2G-ja edhe ma vonë edhe EG që u konsideru në disa literaturë konsiderohet si 2.5. Ajo që e kena ditë na, edhe në atë kohë nuk u konë shumë përhapën përdorimi internetit në telefon. Atëherë janë konë hapat e parë përdorimin në telefon, kjo normal ndërlidhet shumë edhe me ofertën jo vetëm operator që ka ofrojnë, po dhe tregu që ka mundëson. Kur do të thonë tregu që ka mundëson, do të thonë kjo është një, si më thonë, 1+1. Në atë moment, kur na po folim 2007 edhe vitet më herët, nuk ka pas telefonat që ka mundësu ti me bërë shumë në telefon. Janë konë Nokia-t, që kanë pas një ekran shumë modest, shumë të vogël, edhe kanë funksionu me një protokoll shumë primitiv tash për pikpamjet të sodit, që u konë VAP, Wireless Access Protocol, që ki pas shumë të limitume, do më thonë, që ka ki mujtë me bu. Po në 2007, barabart me epën ka ndodhë revolucioni tjetër, që u konë lansimi i iPhone-it parë. Telefoni i parë me një ekran të madh, me qasin 2G edhe Edge, ose 2.5, i cilët ka mundësu të mi pa ato faqet internetit njësoj që shusha edhe në PC. Dire atëherë janë konë të ndame. Kjo u konë menoj edhe një pikë kthese për komplet zhvillimin e teknologjisë informative, edhe mandi ka pasu normal, me njerë mas asaj 3G-ja, 4G-ja, sot flasim për 5G, po 5G-ja është shumë një temë ma ndërlikume edhe është një ndryshim i vizionit edhe për trupat rregulluese të këtyre protokolleve, do të thonë 5G-ja tash e hap një kapitull 3 komplet në zhvillimin. Dardan, prej 2G-s në 3G kalon edhe, do të thonë platforma kaloi pak me term 2 mega diçka shkoi maksimumi, edhe mirë po 3G-ja si teknologji dështoj po gjetës. Po, 3G-ja ka dështu tu ju atribu, do në dëshimet e 3G-s, mujna me atribu faktikisht jo operatorve, po ma shumë regulatorit. Për shkak që regulatori ka dështu që me kohë me ofru brezën e nevojshme frekvencor për me mujtë me përdor 3G-n ashtu si duhet. Do të thonë regulatorit të në Kosovë fatkeqësisht është zvënu me lëshimin e licencave për 3G ose për brezat frekvencor që janë përdor për 3G, apse operatorët janë mundu që janë mundu faktikisht në përdor breza frekvencor tjerë për 3G, po kjo realisht nuk ka mujtë me mbrijat efektin e duhun të 3G-s, edhe tek ma vonë, mandja regulatori e ka përmirësu këtë veprim, edhe faktikisht brezat licencori ka bo pastaj jo të varna për teknologjisë, po janë komplet agnostike, do më thonë që operatorët e paguajnë vetëm brezin frekvencor, edhe mandje i përdorin ato sipas nevojet veta, që menaj që është një sen shumë i mirë edhe për operatorët, po në fund edhe për zhvillimin e Kosovës edhe për gjithë përdorust e telefonisë mobile. Faktikisht, Dardan, aty 4G-ja lindi si nevojë më shumë e internetit shpejt se sa për thirrje, për voice. Edhe aty u ndan, diqysh. Po, e vërtet. Thanë, voice-in po shkojmë në 3G edhe në GSM, e për 4G japi më shumë prioritet internetit. Ka mundësi me na tregu pak se si është kjo teknologji 4G? Po, do më thonë, shumë e sakta që pëthu, do më thonë, deri në 3G, do më thonë, për 2G-s në 3G një ka përcim, edhe pse jo shumë do më thonë, së për pikpamit sodit, në ato ku kur po folim na, ka qenë bajege një farë mundësie për me ofru një internet shumë atë mirë. Tu e bashku këta bashkë me ato që folim me herë, që në 2007 ka dalë iPhone-i parë, ndërsa 2008 ka dalë Androidi i parë, edhe komplet ekosistemi i terminaleve, i pajisjeve që njerëzit e kanë përdor, ka ndru. Edhe kjo e ka nxonë edhe 3G-n pa përgatitur. Për një moment edhe 3G-ja u bue useless. Po, useless do të thonë, u bue pa dobishme, pak a shumë. Edhe kjo madje ka detyru normal trupat rregulluese që i rregullojnë 3GPP-n, IEEE-n për me ardhë me protokollet të reja, dhe ka lind 4G-ja, si një teknologji e re, që përmene që ka qenë data oriented, edhe ashtu ka metë, dhe me thonë, tek ma vonë është regullu pjesa e voice-it për 4G,
te 4G fillimisht ka punu vetëm data, edhe është një shërbim që konsiderohet data only, data oriented, ka vetëm data, nuk ka voice në 4G, po ma vonë mandej është shtu edhe pjesa e voice-it aty, është quhet voice over LTE, do më thonë voice over 4G paka shumë, e njëjta. E deri në atë moment është përdorur që përmend ti, rrjeti 2G dhe 3G, me një teknologji që njihet si CS fallback, që bjen që për teknologjisë 4G që është data only, ka rënë teknologji tjetër 2G 3G që njihet si CS ose circuit switch, që është mënyra më thonë mënyra e vogël ose circuit switch e realizimit të sirjeve praktikisht. Dardan, tash jemi në 5G, edhe Kosova është për të dy operatorëve është të zhvilluar goxha shumë 5G. Çka është 5G-ja? Tash 5G-ja ka disa koncepte, ndoshta njerëz kur folin për 5G-n, sendi parë që ju mendojnë që ju shkojnë ndërmend është ato speed testat me 1 giga ose 800-900 megabit ose thjesht është për kufizimin e shpejtësisë. Edhe është e vërtetë që në 5G fitojmë shpejtësi më të mëdha, vonesa më të vogla që janë definitivisht nevojshme në ditë sotit kur na e përdorim mobile data ose telefonin mobile për me shkëmby dhona, për me shkëmby edhe edhe video, të cilat janë të ndihshme në vonesa. Edhe këtu 5G definitivisht na ndihmon shumë edhe performon shumë më mirë se teknologji tjera. Po këtu nuk mbaron gjithçka me 5G-n. 5G-ja i ka, si më thonë, 2 etapa të zhvillimit. 5G-ja qysh na e njohim edhe qysh na e kemi të implementuar praktikisht në Kosovë. Po edhe në Ajan është 5G njihet si 5G non-standalone. 5G non-standalone është një farë implementimi parcial i 5G-s, që në kupton që vetëm pjesa e aksesit ose pjesa e radios modernizohet me stacione bazë që përkrajnë 5G, po pjesa tjetër që është pjesa e korit ose bërthama e telefonisë mobile mbetet në atë farë arkitekturën e 4G-s. Për me pas implementim plot të 5G-s, në arkitekturë 3 të 5G-s, nevojitet mundru komplet edhe kori ose edhe bërthama komplet e telefonisë mobile, do të kalon në arkitekturë 3, edhe janë njihet në literaturë ose njihet sipas organeve rregulluese regulative si 5G standalone. Ajo pastaj është një etapë e re, edhe ajo më shumë ka, me thonë kështu, fiksionim zhvillimin edhe modernizimin e IoT-s, mashinë komunikimit, sesa që ka target direkt personin fundor ose përdoriues të thjeshtë. Do të thonë ajo është një zhvillim tjetër. Dardan, në praktik, pasi që 5G që theksove, është një teknologji goxha avancuar, jo vetëm për shfrytzuesit end user që i thonë na. Kjo duhet sa është të shfrytzueshme realisht 5G në Kosovë, edhe në rajon, Po tash unë sa kam informat nuk ka ndonjë non-standalone implementim në Kosovë që përdoret në që thonë i referon në real world, do të thonë në dikon në production, dikon që përdoret, për shkak që kjo kërkan investime shtesë, edhe kërkan edhe çka është më rëndësishmja, që e përmendëm më herët, e lyp ato anën tjetër, do të thonë një plus një. Nuk mjafton vetëm rjeta ose vetëm operatori me qenë gati, duhet me qenë edhe tregu gati për ato implementime. Do të thonë për momentin nuk është që ka rajon, nuk kam njëun që ka implementim ose nevojë për implementime të tilla, për shkak që ato janë disa use case ose disa përdorime pak më të veçanta, se 5G, do të thonë, implementimi i plot i 5G ose implementimi standalone nuk ndërthet në vetë vetëm shpejtësi më të madhe, që është me 5G non-standalone, po ndërthet në vetë siguri, interfesa 3, vonesa milisekund shumë tolta, ngërthan mandej shfrytëzim të resurseve energjetike ose të baterive shumë të vogël, edhe kjo është komplet ideja që me pas sa më shumë pajisje autonome që kanë me qëndru në vende të caktuara me vjet tona, po pas nevojë për intervenim shtesë, të cilat kanë më qenë autonome dhe kanë komuniku vetë në mënyrë të sigurt, me shpenzime shumë të vogla, edhe kjo është domethënë ardhmja e asaj.
edhe mënyrë autonome që është më rëndësishme, domethënë me 5G standalone ka mundësi më kriju disa që quhen si entitete, si rrjete private, të cilat pastaj mund me funksionu mirë të pavarur edhe të autonome. Dardan, domethënë përdorimi i 5G-s në industri apo në shëndetësi, si e shihni këtë teknologji, sa mund të ndihmojë kjo në këto fusha? Po, besoj që është e pashmangshme përdorimi edhe implementimi i 5G-s në këto sektore, si në siguri, si në shëndetësi, si në tash është tash më duket sfundi ka qenë edhe një konferencë e Komunës Prishtinës për Smart Cities. Domethënë krejt këto implementime dhe krejt këto rregullime ka me qenë shumë më lehtë implementueshme me 5G standalone. Po domethënë operatorët janë kanë një detyrë dhe një obligim praktikisht që kanë marrë për me hap rrugën për këto investime dhe për këto zhvillime të reja. Është pak a shumë sikur rrugë që i kemi na e dim me çfarë rrugë i kemi pas, tash lipim autostrada, edhe ato na duken të vogla, njëjtë është edhe me teknologjitë. Kemi filluar me 2G, po tash edhe 5G-ja na duket lipim ende më shumë diçka se thjesht nevoja e ka kriju, domethënë kërkesa është e madhe dhe besoj që edhe shpresoj shumë që njerëz kanë me shfrytzu këtë potencial për të mirë. Dardan, a si shkon e kundërta prej sektorit privat për shembull me bë presion operatorët për zhvillime të reja, për inovacione, se sa operatorët mi përshtat Po. Ndoshta është e vërtetë, edhe disa tregje është e vërtetë që funksionojnë ashtu, po për fat keq tregu në Kosovë është bajagi i vogël, edhe nevojat nuk janë aq më thonë shumë të mëdha për implementime të asaj nivelet, na zakonisht operatorët janë shumë vigjilantë dhe implementojnë teknologji të reja dhe mundohen me pru trende të reja, por nuk është që tregu gjithmonë i përcjell ato. Domethënë, kjo është një barë shtesë që bën mbi operatorë, që përveç që do të me bëjnë investime, unë besoj që do të bojnë shumë, po mund me bëj hala më shumë në edukimin jo tregut, po edukimin e komunitetit për përdorimin edhe për shfrytëzimin e këtyre mundësive. Dardan, a mendoni që infrastruktura ekzistuese e operatorëve për shembull që jemi të zhvilluar, që është të zhvilluar me 5G, duhet diçka shtesë për më bë 6G, si e shihni këtë? Mendoj që jemi ende herët. Ende herët e 6G-ja, për momentin po flitet për përmirësime në 5G, nuk kemi ende shumë implementime të 5G standalone, nuk kemi ende hala, ka dhe, si me thoni, ka ato problemet e veta. Tash ne jemi mësu, për shembull, një diçka që më herët u quajt Lux ndoshta, sot është një standard që kërkush nuk e konteston, do të thonë që na secili kërkojmë që kur dalim jashtë vendit, ne vëmë na funksionu data qysh na funksionon edhe në Kosovë. Kjo me 5G, për shembull, standalone, është një sfidë tjetër në vete. Ka sfida të ndryshme, do të thonë, prej perspektivës të shfrytëzuesve është shumë okay, po du me pa 5G, po du me punu, po në prapa vi ka shumë punë, e sidomos kur është një teknologji e re që du të implementu, edhe kur një teknologji të re do të implementu me disa palë të ndryshme që ndoshta kanë dallime në implementim, atëherë këtu shumëfishojnë problemet, edhe për këtë arsye besoj që një herë nuk është në të ardhmen të afërt në nevojë për implementim të ndonjë rrjeti tjetër përveç zhvillimit të 5G-s edhe sidomos 5G standalone. Dardan, kohët fundit po mendoj kanë filluar shumë aplikacione që përdoren për shembull për thirrje, për video call e tjera. Sa ka ndikuar këto në të ardhurat e operatorëve dhe sa kanë dëmtuar faktikisht operatorët këto aplikacione? Kjo më besoj është shumë pyetje e mirë, edhe shumë pyetje domethënëse, sepse na si shfrytëzues fundor, normal mendojmë për ato benefitet që ne i marrim si përdorues, edhe pa diskutim që përdorimi i aplikacioneve të ndryshme na bjen nevesh, na ka pru lehtësina, na ka pru komoditet, na ka pru shërbime të reja edhe mundësi të reja. Po ka na operatorët është pak më ndryshe, për operatorët më thonë që kjo ka qenë
kthim mrapa, për shkak që definitivisht shfrytëzimi këtyre aplikacioneve vjen me disa, si më thonë, me disa probleme edhe problematika. E para, do të thonë, ana financiare definitivisht që preket, sepse këto aplikacione shfrytëzojnë infrastrukturën e operatorëve pa pagu diçka ose pa ndonjë kompenzim. Realisht, ata e përdorin, e shfrytëzojnë rrjetin e operatorëve për shërbimet e tyre, po pa pagu diçka për këto. Kjo është një problem. Problemi tjetër është rregullimi dhe regulatori, sepse këto aplikacione të ndryshme mund të përdor edhe për kërcënime, për çka do. Do të thonë autoritetet e Kosovës edhe kretat e kanë shumë problem për marrë drejt e informatat në një kompani e cila nuk është në Kosovë, e cila nuk i përgjigjet Kosovës, nuk është regjistruar në Kosovë. Kjo është një problematik tjetër. Problematika tjetër që i implikan operatorët është që domosdoshmërisht klientët ose abonantët e cilëdo operator, kur kanë probleme në OTT, e cila është e lidhur me numrin e tyre personal, kanë më orientu drejt operatorit. Edhe kjo sigurisht që është edhe një barë shtesë për operatorët, cilët domosdoshmërisht do të më kthy përgjigje, edhe do të më nejt mrapa klientëve të vet. Edhe është pak problematike, është një Dardan, çfarë ta merr mend se si mundet për shembull një operator mi luftu këto? Po, në aspektin regulativ është pak problematike besoj. Problematike, po. Është problematike, nuk besoj tash që është koha për me luftu, do të thonë nuk ka mundësi me bë diçka. Është sidomos mbas vendimeve të Unionit Evropian për net neutrality, ku nuk i lejohet operatorëve me diskriminu asnjë lloj trafiku, për shkak që konsiderohet që abonenti fundor i pagun atë shërbim edhe ai do të më shfrytëzu, edhe çka shfrytëzon përmi të është komplet neutral dhe operatorët nuk guxojnë me ndërhyj aty. Është në rregull, ashtu janë politikat, ashtu e kanë vlerësu, do të thonë është kjo bara tjetër e përkrajës, edhe mandej situatat e ndryshme, për shembull, na kemi shumë raste ku ne klienti caktuar për arsye ndoshta të panjoftuna për klientin, po edhe për neve i bllokohet një numër në një aplikacion specifik, edhe ai nuk ka adresë ku më orientu për atë problem. Është shumë më lehtë kur një biznes ose një entitet është regjistruar në Kosovë, ka një adresë, ka një vend ku ti mund të adresu problematikat e tuja. Tash, na jemi çdo ditë në kontakt me këto dhe secili mund me paramendu që nëse nesër na bllokohet numri për çfarë do arsye që na nuk mundna me ditë, ndoshta çka hupim kontakte, hupim koç mume, ndoshta na e kujtem ose diçka që ka met aty pa na mundësi me kthy ose pa na mundësi për me drejtu shtetet Kosovës, për shkak që organizat nuk është regjistruar në Kosovë, edhe rrjedhimisht nuk ka ndonjë obligim ndaj shtetit Kosovës ose abonetit fundor. Kështu janë problematika që janë i takojnë ma shumë atë në që bojnë politika, një regullu. Dardan, na kemi diskutuar plot herë edhe mundësit për shembull për konkurrencë, për shërbimet që duhet më ofru operatori, në që me dalë ma mirë me quality se sa këto aplikacione. Vërtet, po. Edhe dim që në Kosovë po zhvillohen këto, pa dasht më fut shumë. Po, definitivisht, kjo do më thonë është e vetmja zgjidhje, për shkak që bllokimi definitivisht nuk është në lojë, bllokimi definitivisht nuk është një mundësi, atëherë vetmja çka do të më bëj është me luftu me kvalitet, me luftu me shërbim, edhe kjo është çka bëjmë na çdo ditë, domethënë punojmë dhe mundohemi me pru inovacion, me pru kvalitet, edhe çka është më e rëndësishme përgjegjësinë për çdo sen, edhe besoj që në fund kjo ka me bëj dallimin për çdo sen. Kjo është ajo çka vlen në fund ditës. Dardan, Kosova faktikisht me depërtim të internetit, si në aspektin fiks edhe ato mobile është goxha mirë. Vërtet. Si e shihni këtë zhvillim? Po, këto e përmendëm pak më herët, në këto shumë ja atriboj domethënë nevojës për komunikim, nevojës tonë për komunikim me mërgatën, edhe mandej kjo gradualisht ka evolu, po është edhe ne që thonë, unë kështu e konsideroj një fatkeqësi, se unë e konsideroj që na për viteve të 90-ta jena bot, tash flitet shumë për start-upa dhe për kranë start-upat, po në besoj që start-upat e parë në Kosovë janë konë 89-90, ku një shumicë e njerëzve janë largu dhëmshëm prej punave, edhe ata mandej kanë hap marketet vogla, kanë hap
punëtori të vogla, dhe ato janë këto startupat e parë të Kosovës. Edhe unë mendoj që aty ka lind ndërmarrësia si ide edhe si mundësi në Kosovë, edhe prej asaj madje s'ka pas të ndalën. E definisht interneti dhe zhvillimi i internetit madje i ka ndihmu këta njerëz që me gjetë kontakte, me gjetë mundësi, mu frymëzu, me pa, edhe unë besoj që na qëndrojmë shumë mirë, krahasim me pikujt kena ardhur dhe ku kena fillu, unë besoj që jena shumë mirë. Besoj që do më kon krenar me veten. Po faktikisht edhe shifen edhe outsourcit që që çdo ditë më shumë po marrin punë, që do të thonë që ka një farë infrastrukturë të mirë. Shumë e vërtet. Edhe kanë siguri në këtë aspekt. Dërdan, dështa me të pyet për punën e sigurisë në këto rrjeta. Po. 5G për shembull në aspektin e sigurisë, si qëndron? Do më thonë, në secilin zhvillim, në secilin teknologji sa herë që është, si më thonë, është bo update teknologjia ose protokollet ose arkitektura, siguria, secilin herë ka shku të theksu ma shumë e ma shumë, për shkak që me rritjen e shpejtësisë edhe për hapjen e komunikimit, për hapjen e mundësitë për sulme, për keqpërdorime. Edhe kur folim për 5G, sidomos për 5G standalone, siguria është ajo që më herët e përmena, që ka shumë komplikime, sidomos në komunikimet e operatorëve. Pikërisht këto vjen gjithçka te siguria, për shkak që në 5G standalone ka shumë ma shumë siguri, ka shumë ma shumë kontroll, edhe për këtë arsye bëhet edhe integrimi është pak ma kompleks. Po definitivisht siguria do të më konë me thonë, fjala kryesore tash në epokën e teknologjisë, edhe në çdo shtresë të shoqërisë do të më diskutu me të madhe, me kuptu rreziqet, se dita ditës na bombardon edhe me lajme, edhe me do të thonë krejt këtu në fund e përmbledhin një farë lloj na vyn pak më shumë adresim, pak më shumë sem me jetën tonë digjitale. Për shkak që folëm më herët tash një pjesë e madhe e jetës tonë është digjitale. Kujtimet, fotografitë, krejt, i majmë në telefon ose i majmë në një botë digjitale që për një moment mundet dikush me ta marrë edhe mandej mundet mos me pas këtë mrapa. Do të thonë ka nevojë për shumë kujdes të shtumë, e kujdesi nuk do të më prit veç për operatorëve, veç për rregullatorit, as prej policisë ose dikujt tjetër, siguria fillon pe neve dhe pe informimit tonë, pe vigjilencës tonë. Aty do të më fillu gjithçka, e sigurisht që këtyne organeve rregulluese dhe tjerëve ju takon që mi caktu rregullat, po edhe të njëjtën kohë me kontribut të komunitetit për informim edhe për çka do qoftë e nevojshme për me rrit vigjilencën të njerëzit. Dardan, duke marrë parasysh eksperiencën që thash mbi 18 vjet në fushën e telekomunikacionit, si e shihni të ardhmen në 10 vjetët e ardhshme këtë fushë? Kjo 10 vjetë ardhshme më bëf shumë probleme parashiku diçka për shkak të zhvillimit shumë rapid teknologjive dhe ndryshimit. Do më thonë, më thonë që sigurisht kena mu çudit krejt, nuk po di. Ka me, do më thonë, zhvillimi. Sidomos involvimi edhe artificial intelligence, machine learning, e këto gjonat është e pa parashikueshme, realisht është. Pa parashikueshme, nuk i dim efektet që kam i pas. Edhe faktikisht kjo puna e merge, po tash nuk ka telekomunikacion as information technology, kanë fillu mu shkri me një drejtim tash. E vërtet. është, du me qenë të gatshëm, du me ase, du me thonë teknologjia informative ka me hecë, është ardhme, ku në ardhme që një kohë shumë gjatë, tash më që po fulmi në epokën e inteligencës artificiale, nuk du me mutut që kjo është në rëndësi, na jemi të njoftun si popull që jemi bajgë shumë të përshtatshëm edhe dim ju bashkangjit trendeve, menoj që edhe këtu nuk du me ngu prastin, mas pari nuk du me kallëzu frikë, du me kallëzu maturi edhe du me qenë të hapën, me ndëgju, me kuptu, me lexu, me kyç, me provu, me dështu, me ngrit apet, me vazhdu, edhe që kjo, diçka ma shumë nuk muj me bo, se na jena shumë të vogël, për në ndikim ma të madhë, për krejt kjo që muj me bo, që kena bo disa. Dardan, shumë faleminderit për këtë kohë, dhe shta në fund të një këshill, sugjerim për 3 trejat Kosovës,
i perspektivës tonë. Po, faleminderit. Unë në sugjerim që kësha thonë është që me dediku një kohë, me kriju një rutinë caktume, me nda një orës e 2 orë për lexim, me kalu në një kohë caktume, me hulumtu me ato tema që interesojnë, pa marrë parasysh cilat janë ato. Sot problemi kryesor, sipas meje, është mungesa e vëmendjes, e kjo i atribut sigurisht të teknologjisë, e mendoj që duhemi me bo këtë, me luftu me mbajt këtë rutinë, që kjo ka me në ndihmu shumë të ardhmen, sidomos trive ka me ndihmu që besoj që dallimi kryesor me atyre që ka me pas sukses në të ardhmen, ose ka me pas shumë sukses, është fokusi. Më thonë, unë e kësha këshillu që me punu sa ma shumë rreth fokusit, që me mujtë mu marë me një çështje të caktume për një kohë sa ma gjatë. Besoj që kjo ka më konë qelë si suksesit, se tjerat, bota është hapë, interneti është i hapën, krejt që ka vinë o fokusi, edhe tjerat ka më zgjidh vetë. Dardan, shumë faleminderit për gjithë këto informacionet, që se ki diçka me shtru në fund. Jo, Ismail, faleminderit për ftesën, është kënaqësi me diskutu, edhe tash këtu para kamerave na diskutojmë çdo ditë këto tema, nuk i kemi tash ashtot, po është kënaqësi me nda me tjerë, shpresoj që dikujt ka me hyrë punë këto informata që i diskutojmë këtu. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit të vetë. Të dashur teleshikues, ju falenderit shumë për vëmendje me këto këshilla të Dardan Ahmetit, ekspert në fushën e telekomunikacionit. Ju përshëndes dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme.